Ish banorja e shtëpisë së famshme Egli Tako ka ndarë së fundmi disa detaje mbi marrëdhënien e saj me familjen e Gjestit. Ajo ka treguar se ka pasur një takim të ngrohtë me prindërit e tij, duke theksuar se gjithçka ka shkuar mirë dhe pa tensione. Kam pasur një takim të ngrohtë me prindërit e Gjestit. Pjesa ku unë kam përqafuar nënën e tij është prerë, por nuk ka pasur asnjë dramë të madhe. Është shprehur Egli duke hedhur poshtë çdo aludim për ndonjë përplasje mes tyre. Na duhet të rikujtojmë se pas finales së madhe, në rrjet qarkulloi një video ku mamaja e Gjestit duke sikur e injoronte në maksimum Eglin, teksa kjo e fundit përcillte shumë pozitivitet në fytyrën e saj. E po me sa duket, gjërat nuk janë siç duken në spektaklet e mëdha, ose ndoshta mamaja e Gjestit nuk e duron fare Eglin. Ju si mendoni? Lini komentin tuaj poshtë videos. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.